Doarsa Kica Xhelili, nënkrytarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka dhënë një deklaratë që tingëllon e njëjtë me ato të presidentes Vjosa Osmani para 2 vitesh. Kush do betejë do të ketë. Ishte deklarata e Osmanit, kur dilte t'ja mbështeste kryeministrit Kurti idenë për mos dekretimin e blerimi sufajt për kryeprokuror të prokurorisë shtetit. Nëse për arsye politike zgjedhin një rrugë të tillë, atëherë kjo për mua është vetëm betejë politike dhe jo ligjore, dhe kush do që të bëj betejë politike me mua, betejë politike do të ketë, kishte thënë Osmani. Hiç më larg se para 4 ditësh një deklaratë që tingëllon sikurse Osmanit e ka dhënë tashmë numri 2 i LDK-s, Doarsa Kica Xhelili. Këta duan t'i marrin 51 mandate përmes manipulimit, si gjithçka tjetër. Kjo është strategjia, kjo është logjika, kjo është forma e të menduarit kriminal. Ky është sulmi i radhës që vetëvendosja ja bën demokracisë. Tipike, nuk do t'i lëm. Nëse duan betejë do kenë, deklaroi Kica Xhelili teksa foli për ankesat e vetëvendosjes në drejtim të KZP-s për votat e postës.